Vdekja e elektricistit në Divjak, arrestohen 2 elektricistët e OST dhe OSHE. Elektricisti i OSHE, Giuliano Shtëmbari, 33 vjeç, babai një fëmije të vogël, humbi jetën një ditë më parë teksa punonte për riparimin e linjës së tensionit të mesëm Mërtish Gradisht. Ngjarje e rëndë shoqëruar me arrestime pasi prokuroria ka urdhëruar arrestimin në flagrancë të Xhezmi Haliti me detyrë elektricist i OST pranë nën stacionit të Gradishtës dhe Arben Presheva, elektricist i OSHE. Burimet thanë se aksidenti në punë ka ardhur si pasojë e mos koordinimit. Shtëmbarit i është thënë se linja është stakuar dhe ky i fundit është ngjitur në shtyllë të kryej punime, por ka mbetur i vdekur në vend nga rryma elektrike. 2 të arrestuarit akuzohen pasi dyshohet se kanë shkelur rregullat e mbrojtjes në punë duke mos shkëputur energjinë elektrike në linjën që po riparonte 33 vjeçari. Mes dhimbjes së familjarëve dhe të afërmve, 33 vjeçari u përcoll në banesën e fundit në fshatin Fierseman.